Sipas një eksperti ushtarak britanik, vendet e NATO-s mund të përfshihen në një konflikt ushtarak me Rusinë brenda 2 vitesh. Lufta me Rusinë mund të fillojë në Baltik. Ed Arnold, ekspert ushtarak pranë Institutit Britanik të Shërbimeve Mbretërore të Bashkuara, tha në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve se vendet e NATO-s duhet të përgatiten për një konflikt ushtarak me Rusinë në vitin 2027. Në lidhje me investimet masive që planifikon Gjermania në sektorin e armatimeve, Arnold paralajmëroi se duke pasur parasysh kërcënimin nga Rusia, qeveria gjermane nuk ka kohë për të shpërndarë investimet në një periudhë 10 vjeçare. Në vend të kësaj, ushtria gjermane duhet së pari të fokusohet në zgjerimin e shpejtë dhe të ndjeshme të rezervave të sistemeve të sprovuara të armëve, veçanërisht të municioneve për artillerinë, ndër sistemet e rekomanduara bëjnë pjesë raketat Taurus, tanket të tipit Leopard 2A8 dhe automjetet të blinduara transportit të tipit Boxer, si tanket dhe automjetet e blinduara përdoren edhe për vende të tjera europiane. Sipas britanikut, ushtria mund të rrisë masivisht prodhimin e tyre, të pajisë njësitë e veta me pajisje të rënda dhe të furnizojë edhe aleatët. Europa duhet të heqë dorë nga ideja për të pasur gjithmonë armë teknologjikisht më të avancuara, tha Arnold. Shembulli i Ukrainës tregon se nuk duhet të kesh gjithmonë më të mirat. E rëndësishme është të jesh thjesht pak më mirë se kundërshtari, thot ai. Po ashtu nuk është e këshillueshme që të shpenzohen shumë para për pajisje për të cilat në rast rreziku mund të humbasësh 10 në ditë.